Vizitorët e parë në Kalan Rozafa këtë të shtunë kanë qenë kursantët e shkollës së guidave dhe nxënësit e shkollës 9-vjeçare Qazim Turdiu në Tiranë. Përgatitja e shoqëruesve të turistëve sipas standardeve të guidave është një projekt i Ministrisë së Turizmit, Kulturës dhe Sportit, e cila kujdeset edhe për licencimin e tyre. Kjo nisëm vjen edhe në kuadër të përgatitjeve për sezonin turistik. Jemi pjesë e një procesi mësimor me shkollën e guidave dhe po përpiqemi të shpjegojmë guidave tashme të Shqipërisë një nga kështjellat më të bukura të Shqipërisë, në mos më të bukura ndoshta. Po përpiqen maksimalisht që të mësojnë edhe nga vizita në terren. Edhe shpresojmë shumë që të arrijnë nivelin e duhur për të prezantuar sa më mirë vendin tonë me të gjitha këtë qytetin tuaj të mrekullueshëm. Kena ardhur me një program për me mësu për guida turistike, në mënyrë që mi u shërby turistave që vinë edhe shtohen edhe më shumë në vitet në vazhdim, që me pas guida cilësore edhe me tregu kulturën edhe historinë që kena shqiptar, që është një histori shumë e gjatë, ka shumë gjana që vazhdojnë e zbulohen në vazhdimsi, edhe jena shumë krenar për me mujt me transmetu. Grupi është nga çdo vend i Shqipënisë. Dhe me thonë jena të përzim, ka për Shkodrët, ka për Tiranit, për Vlorës, Sarandet, për gjithkund. Ndërsa për nxënësit e shkollës 9-vjeçare Qazim Turdiu në Tiranë, kjo shtunë me diell në Kalan Rozafa është një ditë e veçantë, e bukur dhe e paharruar. Kemi ardhur për një ekskursion për këtë fundjavë me diell, një kohë shumë e mirë e ngrohtë për të shijuar bukuri. Shumë bukur, sigurisht, një legjendë që të tërë e njohim shumë mirë, që në një moshë të vogël, e kemi folur më thënë prej vitesh. Edhe shumë bukur që ta shikosh live. Jo, shumë e bukur. Mendoj vendi qetë, më gjepse besoj, edhe doja të vija prapë përsëri. Përmirësimi i motit ditët e fundit ka ndikuar që në Shkodër të shtohet numri i vizitorëve nga qytetet e tjera, sidomos në fundjavë. Kalaja Rozafa, pika turistike e Shirokës, objektet e trashëgimisë kulturore, historike në qytet dhe uremesit janë ndër më të preferuarat.